Përshëndetje miq të Living, ja ku takohemi sërish edhe këtë të diel për të përfunduar fundjavën pse jo së bashku nëpërmjet ekranit Star Plus Televizion. Këtë puntat jemi fokusuar në zonën turistike Shiroka Zogaj për të folur pak edhe si ka ndryshuar që nga kohët më parshme e deri në këto momente. Dhe pse jo për t'ju sjellë edhe sugjerime se si të kaloni fundjavën, kështu që qëndroni me ne për t'i zbuluar të gjitha. Shiroka është emri i një fshati, sot lagje e qytetit të Shkodrës, në bregun jugperëndimor të liçenit të Shkodrës. Nga studimet të bëra për këtë fshat, lagje qyteti, del se Shiroka, format fillestare duket që përpara 10 shekujsh. Është një vend me kulturë e traditë që kanë nxjerrë njerëz të ditur që kanë bërë emër në histori e kulturë. E gjendur vetëm 4 kilometra larg qytetit të Shkodrës, në bregun e liçenit të Shkodrës dhe rreth malit të lartë të Taraboshit. Pika turistike e Shirokës është padyshim një nga joshjet më të veçanta që të ofron një fundjavë për të qenë pranë saj. Dikur që para çlirimit ajo ishte pika turistike dhe plazhi më i populluar për shkodranët. Pas viteve 90 ajo pothuajse u braktis, por këto vitet e fundit duke që po merr përsëri gjallërinë e dikurshme. Shumë shkodranë nostalgjik shkojnë vazhdimisht atje. Sot, banorët e Shirokës të thonë që pjesa më e madhe e frekuentuesve të këtij plazhi përdorin biçikletat për të mbërritur deri aty, mundësi që e krijon afrimiteti i plazhit me qytetin. Ndërkohë, krahas pushuesve që mbërrin me automjete private, në dispozicion të plazhistëve janë edhe autobuset urban që qarkullojnë nga qendra e qytetit të Shkodrës drejt Shirokës. Një fundjavë në Shirokë kalohet shumë këndshëm, se përveç klimës dhe ajrit të pastër që filtrohet nga freskia e liçenit dhe pishat e Taraboshit, ka brenda saj edhe kënaqësinë të shijuarit të një dreke në lokale të shumta që janë ndërtuar në hapësirën turistike të kësaj zone. E këto lokale që të shoqërojnë që prej momenti që ke lënë pas urën e bunës dhe deri në qendrën e zonës së Zogajve, atje ku mbaron hapësira turistike e bregut të liçenit të Shkodrës.
Përveç vlerave të padiskutueshme që të servir, Shiroka ka shansin që është gjeografikisht shumë pranë qytetit, çka jep mundësi komunitetit ta frekuentojnë më lehtësisht dhe pa shpenzime ekonomike, siç mund të ndodhë me plazhet e tjera larg qytetit, si Velipoja dhe të tjera të kësaj natyre. Por të flasim pak për historikun e kësaj zone. Shiroka dhe Zogaj janë zonat më atraktive për zhvillimin e turizmit pranë liçenit të Shkodrës. Territoret e dy fshatrave të Shirokës dhe Zogajt me sipërfaqe respektive 66 hektar dhe 80 hektar janë përfshirë brenda kufirit administrativ të qytetit të Shkodrës, e kjo që nga janari vitit 1997. Ka një sipërfaqe prej 600 hektarësh, e cila shërben si zonë turistike, me një gjatësi vije ujore rreth 14.5 km, nga e cila rreth 10 km kanë bregë shkëmbor dhe 4.5 km fushor. Shiroka ndodhet rreth 6 km larg qytetit, ndërsa Zogaj është 4 km larg Shirokës e 10 km larg Shkodrës. Përgjatë kësaj distance në dy fshatrat jetojnë rreth 500 familje, një pjesë të cilave janë vendosur pas viteve 1990 e këtej. Sipas statistikave, në dy fshatra turistike jetojnë rreth 1500 banor. Në qendër të lagjës së Shirokës të shfaqen ndërtimet e reja. Vilat e larta duket sikur po i ngjiten malit të Taraboshit. Lokalet janë plot me njerëz, ndërsa klientët vetëm e vështrojnë liçenin. Por për të vijuar pastaj me rrugën drejt Zogajt, vihet e re një nevojë për përmirësim. Por rruga nuk ka ndryshuar që në kohën e komunizmit, e shkurtër në gjerësi, gjarpëruese me kthesa të shumta. Ajo është një kalimshe. Shoferët duhet të kenë kujdes të mos i dalë ndonjë makinë tjetër përpara, pasi nuk ke mundësi të ndërohesh. Pas 10 deri në 15 minutash udhëtim, shfaqet qendra e Zogajt, me shtëpitë e vjetra karakteristike. Me apo pa ndërhyrje në njeriut, zona e Shirokës dhe Zogajve ofrojnë një atrakcion më vete për qytetarët shkodran, një largim nga qyteti për të vijuar në një zonë të qetë me një pamje të mrekullueshme të liçenit të Shkodrës, aty ku të shijon kafeja mëngjesit, pasdites apo dreka dhe darka. Në çdo vakt të ditës, biznesat në liçenin e Shkodrës kanë çfarë të ofrojnë për të kaluar momente të këndshme me një pamje të mrekullueshme. Living të dielave ofron për ju sugjerimet e javës, e duke qenë se u ndalëm në një zonë turistike të afërt, siç është liçeni i Shkodrës, do ndalemi në një restorant që vërtet të ofron një pamje të bukur të liçenit. Villa Imperial shtrihet si një ndërtesë e gurt, plot madhështi, që të ofron të hysh brenda. Më kryesore për të shijuar pamjen, aty ku mali dhe liçeni takohen së bashku.
Hym në një ambient klasik dhe modern, plot detaje. Ngjyrat e ngrohta të transmetojnë familiaritet dhe të bëjnë për vete. Restoranti njihet për gatimin shumë të mirë, gjithashtu përdorimin e produkteve bio dhe të freskëta, ku në pjesën e pasme ka një serë me disa nga zarzavatet që mund të merren mjaft mirë nga kopshti i lokalit. Ndalemi në pjesën e kuzhinës për të mësuar më shumë. Miq të Living, këtë të diel ndodhemi në ambientet e Villa Imperial këtu në Shiroka dhe jemi pikërisht në kuzhinë me shef Klajdin. Përshëndetje, mirë se erdhe Living. Mirë se erdhe dhe ju. Tani duam të dim pak për kuzhinën e këtij restoranti, ku është të fokusuar më shumë te gatimet tradicionale apo ato moderne? Atë, ofrojmë edhe gatime tradicionale, por kryesisht jena të moderne. Të dosh me pru një gatim të ri në SHKODër, si njerëz kënë ku me shku me provu edhe gatimet si nuk janë tradicionale. Pra kështu dallohet që klienta duan më shumë modernen, apo jo? Ma shumë e dojnë modernen, po nuk kena lona dhe tradicionalen se nuk kena ku i qojmë tonat i kena. Pra ju ofroni të gjitha. Nuk mund t'ja hupim vlerat. Tani për ne çfarë do gatuani sot? Atëherë, për sot kena një recet italiane, janë ravioli, të bëha me vetë, mushëna me ricota spinak, edhe kena kombinu me një salsën e shefit, por se do t'a shohim gjatë rrugës. Fillojmë me ingredientat. Atëherë, ingredientat që na duhet, cilat janë? Raviolit e freskëta si janë të bëha me vetë, kena karkaleca të freskët, lule shtrylle, pak hudër të njom, rukula, kena orrën e kokosit të freskët, përdorim edhe pak rroj, selinojet për aromë, konjakun, këj pipervoj si dihen. Po, këto janë ingredientë ndoshta që duhen për atë salcën e shefit, apo jo, që do e zbulojmë. Po. Mirë, tani nga do fillojmë? Atëherë. Në fillim, hudrën e njom, do ta presim imt, jo shumë sasi, kena vujin me zi, masi ko avlu, hellim raviolit, për muzi. E sa minuta duhet të qëndrojë? Ato duhet me 3 minuta në zimje. Ndërkohë? Fillojmë me përgatitjen e salcës. Të një feldere hellim pak voj ullinit. Edhe të shtojmë hudrën. Që e kemi prerë? Kena prehu. E thome se hudrë nuk ka nevoj në sasit madhe, duhet vetëm sa me lëquat e aromën. Shien edhe aromën. Sa vite keni që merreni me kuzhinë? Me kuzhinë 11 vite, jashtë shtetit, jashtë Shkodrët. Pra një eksperiencë gjatë duhet të thënë. Dhe çfarë të pëlqen të gatuash më shumë? Prodhimet e detit, më e tepër. Domethënë, më shumë i specializuar te produktet e detit. Dhe shohim sa po merr pak ngjyrë hudra. Do të presim edhe rrojen e selinos. Po, kjo ka një aromë shumë të mirë. Që duhet thonë që përdorni produkte të freskëta, apo jo? Ky është synimi juaj, sepse pash që kishit edhe një serë këtu prapa restorantit. Freskëta dhe bio, marrë sa kena mundësi. Shumë ide e bukur që të përdorni produktet e juaja. Masi morën ngjyrë këto, do të hallim karkalecat. Si kena pastru më përbora.
Tani lëm të skuqet pastaj? Do më thonë, do të kena parasysh edhe kërkaleci do të marrë një skuqe të lehtë, se po e skuqme më shumë, do të hupin atë shijen e vetë edhe vlerat ushqyset veta. Pra duhet sa të marrë një ngjyrë. Sa të marrë pak ngjyrë. Do të shuj me konjak. Shtojmë edhe pak ujë, si e morën prej makaronave, në mënyrë si të krijojmë salce. Dhe tani çfarë shtojmë salcën? Atëherë erdhi momenti i panç, do të ulim forcën e zjarrit. Edhe do ta lënë formohet salca. Atëherë do të përdorim edhe pak kerri. Kerri është një erëzë si ka një aromë shumë fort, edhe kjo do të përdorim pak sasi. Është një aromë, një erëzë indiane, si përdoret dhe më thonë në Indi. Për t'i dhënë edhe shijen. Po. Kjo ndoshta është sekreti i salcës, që quhet salca e shefit apo jo? Nuk mund ta thona, apo ndoshta. Nuk mund ta themi. Por po e paramendojmë. Tani çfarë do bëjmë? Atë. Çfarë do i shtojmë tjetër? Lule shtrydhe. Po. Mjaftojnë vetëm 2 lule shtrydhe, cilat do t'i japin pak ambëlsi salcës, por edhe ngjyrë. Pra kombinimi i shijes së kripur me të ëmbël Po. Krijon nuk ka se jep shumë sheqer, po jep atë ambëlsinë sa duhet. Shtojmë normale edhe kryp. Edhe piper të freskët. Edhe lojmë me zjermë të avosht, si na krijohet salca kremoze. Atëherë kontrollojmë edhe raviolit, duket sigur e kanë plotësuar minutazhin e duhur. Edhe do t'i kalojmë te salca. Për arsye si që janë të freskëta, edhe do të na japin atë kremozitetin salcë, por edhe do të marrin shijen e ingredientave si po të më. Është një recetë tepër e thjeshtë, por shumë e shijshme kur e provon. Pas kësaj? Mas kësaj do t'i vinë rrodha e rukulës, do t'i hellim pak rukula sipër, por do t'ja hellim në fund. Pra pasi të ketë përfunduar. Po. Me çfarë mund të shoqërohet kjo pjatë? Kjo është ideale për vend bordh, vetëm raki jo. Atëherë, do të presim edhe pak sekunda sa të formohet kremi. Duhet thënë që është një recetë që mund të bëhet shumë shpejt. Kur ke ingredientat e duhur dhe të freskët, mund të bëhet shumë shpejt. Shohim se ka përfunduar apo jo? Shohim se salca është bërë kremoze dhe do t'i shtojmë rukula të freskët. Po. Vetëm do ta bërzim pak. Edhe e kena gati me shërbyn pjatë. Po e servirim në pjatë dhe? Atëherë servirim pjatë. Kena dhe ingredientin e fundit, orën e kokosit freskë, cilën do t'ja grim
sipër. Tani kjo bëhet vetëm për pjesë dekori apo i e... Kjo është edhe për shije, por edhe për dekor. Të pas parasysh se është e freskët edhe ka shumë vlera ushqimore, por ka edhe shumë shije. Kjo ishte receta ravioli me salcën e shefit. E kena te restoranti junë. Si mund ta gjani këtu. Faleminderit, tani po presim që ta shijojmë. Pjesë e Shirokës dhe zogët nuk janë vetëm lokalet, janë edhe vetë banorët, ata që e prekin realitetin me duart e tyre. Janë ato të cilët kanë punuar dhe punojnë për zonën. Takuam mësuese Aishen, të njohur për zonën pasi kanë kaluar në duart e saj shumë nxënës. Ulemi me të dhe flasim pak si ka ndryshuar në këndvështrimin e saj Shiroka, që për të mbetet gjithmonë qetësia e shpirtit. Ndonë se vitet kanë kaluar, pamja e saj mbetet shumë rinore. Ndoshte vetë klima e zonës, përshtatja e saj dhe më kryesore, vënia e trupit gjithmonë në lëvizje. Ulem çdo ditë me pi kafe në këtë vend se më pëlqen shumë. Me thënë drejtën, Shiroka është pikë turistike shumë e bukur, sidomos për qytetin tonë Shkodrës. Edhe kjam favorizon edhe mua si banore e Shirokës, se kam tash 50 vjet që jetoj këtu. Edhe kam punu këtu, kështu që më avon mundësia me njoft edhe të kalumen edhe tashmen. Por me krahasu të kalumen me tashmen, më thamë që tashi ka ndryshu shumë gjanat. Tu fillu të rruga, është zjanu pak, është pedonalia që zbukuron shumë bregun e liçenit, frekontohet shumë prej qytetarëve të Shkodrës, qoftë me makina, po atjetër me mjetet e tyre personale, sepse janë shtu dihite e punë se ndryshimi demokracia ka bërë, më thënë ka lanë mundësi që të avancojnë edhe më shumë, por kena edhe shumë shkodran me që jena afer edhe abasi më tepër ashtu zjanot u ban si lagje Shiroket, si lagje Shkodret. Më kupta për arsye se ashtë nuk ka lërgë, dhe më thënë mrena për 20 minuta, hyt biciklet, vjen, ulesh, pini kafe këtu e knaqesh, merr ajrin e pastër, edhe kthehesh prap në punë ose diçka tjetër. Për shembull kam edhe motën time që është në punë, megjithatë ai çdo mëngjes vjen ban vrapin, edhe vjen e pin kafe me grup shoqësh. Kështu që ja ka dhënë pra mundësi, kjo panoram ka që bukur. Edhe po të them na jo vetëm që klubet i kanë dhënë një pamje, si më thonë për sa i përket turizmit, se për frekuentohen edhe për turista vinë shpesh. Por një diçka do të kishte dashur me pas më shumë, domethënë pastërtia, rregulli me kanë pak më i theksuar, sepse vrem që janë vënë koshat, për shkak janë vënë gjanat e reja gjatë rrugës, por nuk është mirëmarrëtja në nivelin i duhur. Ta i vrem na që kalojnë për çdo ditë. Kurse privati dihet lokalet për shkak të japën secili prej këtyre janë prep zbukurojnë sepse privati jep prioritet asaj të vetes. Kurse për gjanave tjera të saj përket duhet me vënë dorë bashkia, pak a shumë, për i këtë që thashëm, për pastërti, për rregull,
Për këtë, dhe më thonë, që ose dhe të flasim edhe përse për këtë banesave, nërtimeve të reja që janë batën, këta nërshime, me qenë se unë kam kenë edhe, dhe më thonë, edhe për para, e kam jetu jetën, se si kanë jetu banorët, kanë kenë punë, po nuk e kanë pas këtë mirëqenje, paka shumë përsa i përket jetes në kuptimin e fjallës, jo se këta vetë munden me i ban, por kje jetes e këtë përmisim ka arë për emigracionit. Përsa i përket plazhit frekuntohet, më thonë drejten, por këjon këtë zonë ku a frekuntu për para. Sepse unë shaf për shamon, qose dhe të marrëm në pamjen tonë që jene uli këto, që është pjesë kësaj, deri atjete, ku i kina thonë në gjithmonë mas anijes, anija është atje në qoshe, kanë kenë rasa, edhe në të rasa në jena ullë me fmi, për shumë vishë me fmi të shkollës, ullë shumë u la, kina pas vend, kina pas, më thonë, qadra, edhe për para kanë kenë kabinat, edhe janë la, është frekuntu prej njerëzve për Shkodrës shumica, por sot për sot nuk kepë se ullë shumë u la për arsye se janë lokale që s'lajnë, edhe duhet me shku shumë ma lehtë për ma rritë, më thonë, me u la të ujë pastër. Për shamo, po ba me marrë diçka është munu bashkia vjetë, nuk di adin, atje kanë ba disa, si thëmë, shtëpijat vogla, ose qatë ta mon ty, për plazhin gjoja që, na që shkojmë aty, me pas mundësi mu vesh, mu shdesh, por ku bave shumë i pasat si janë, tanë shkatrum edhe janë, kanë shku dhe më thonë krejt bosh e shpenzim, bajag i shpenzim, edhe sot nuk mund është me himna, mu afru. Pra, këtu duhet e vëdor, për shteti lokal, përsa i përket unë e punëve. Kështu që thamë Shiroka është tamam vend turistik, si thojnë edhe frekuntohet edhe është e vërtet, sepse ky liçeni këtu me shqipu me sut lirë, e shef aty si e det, deri atje dhe më thonë horizonti ajri pastër. Edhe kështu që më thonë është një favor për ne banorët këtu, edhe banorët që vinë. Për shembull, barka që shikojnë liçe, janë shumë familje Shirokas që jetojnë, fitojnë bukën në anë të liçenit. Edhe këtu ka mundësi për me vendosur shteti, për arsye se ka shumë njerëz që janë të qetësuar me gjuhën me rregull, por duhet me vëllë dorë që me shtu, me shiku peshku kur duhet më gjujt. E këta gjana mu i kanë folë edhe tjerë peshkatarët më mirë se unë, po unë e di që më thonë jam një gjej për tjerëve më të rriman, më shumë ose ata që janë tamam adapt për këtë punë. Kështu që thamë që Shiroka ka ndryshuar shumë me kalumin, për këto gjana dhe më thonë, kurse përsa i përket jetes, dihet e apu më thashtë edhe njëherë që e kena prej emigracionit. Për rinin, qëta të thëmë unë për punësim? Për punësim rinia nuk ka për variacion, nuk ka variacion këto. Nuk ka perspektiv, sidomos në Shirokë, për shembull, të marrëm të rejat. Janë hap disa të reja shkojnë punojnë në SHKODër në fabrikë pucëve edhe fabrikën e aty në fashuneve që i thojnë aty rroba qepsi. Janë të organizuar në fakt, i marrën me furgon, i çojnë, e vinë, edhe ato janë të kënaqur, pa sa ashtu të kënaqur, duhet me kënd të kënaqur sepse marrin pagesa mas më ndaj krejt në shtëpi. Po shumica janë shtëpijake gratë. Të rit shumica mendojnë veç me ik, sepse ku shkojnë? Nuk kanë mundësi, dhe më thonë punësimin. I ke kamarierë, adjem të ri, e punojnë atë moshë sa mu edukut po këtë për punën. Po mëmen e kanë a lumësit ju më në thoi ne që i keni jashtë, po nuk është me thonë lumësit na, për arsye se ne në thokne për atë fëmi, sepse vendi jetë është gja madhe, me thonë drejten. Kështu që sa janë të ri dojnë me kërku vedin e s'kanë ku e gjejnë, edhe kërkojnë këtë mundësi. Që ose ju jepet mundësia, ata për shpirt, shkojnë, por inshallah, edhe na kena me eci tjerë që po flitet e që po bëhet, inshallah, kena me pas mundësi, mu ba si të paktën si fqi që kena afer si e me hidikun për të hatër të brezëve të ri, se na ikme, kalaj mosha jonë. Përsa i përket tjereve që thamë shtmajtit e njënitetin që ose do të marrëm në kena ambulancë të në faktikisht, në regull, për asaj përket me dashë më vizitu e doktoreshat të dyja janë prezent, nuk ka në i gjanë, se më thonë nuk kam në i shqetësim ose në i gjanë tjetër, por për sa dihun se, elbetet, në gjana, për të mëjtë i thamë, ashtu si janë, ose si mundën me kenë atë që dihun, mundën me të thamë kështu si e kuptoj vetë. Ka dhe turistët huj, ka, frekuntojnë, vinë për shamot, vinë ditore, vinë në autobusa, me kam për, nalen i të i në 2, po jo se rinë gjatë.
Sepse do të thojmë për shembull në qovë se përpara ta krasaj këto, kina pa shtëpia, unë vetë kam lëshu shtëpi me qira në kohën e përpashme, domethënë, kur ishte përpara, por sot nuk ka mundësi, sepse disa, jo nuk ka mundësi, por nuk vinë fort, domethënë, kërkojnë, por shumë pak e kërkojnë. Edhe nuk ka nej se duhet me pas meja për shtatë, domethënë. Se në fillim të demokracisë kishim na për Italijet edhe na kërkoshin shtëpia për me basë, më thonë, edhe me të pagu me hangër edhe me fjeta, më kuptam, si formë shtëpi, restorant edhe fjetje. E kam najt disa ditë, por nuk u përhap kja. Kurse përpara ka pas në për shtëpia, ka pas kabinat, kanë kënë kabinat atje në frekuntur. Nuk ka kënë vilipoje, po është vërtet edhe ke që s'ka kënë vilipoje. Kurse këtu frekuntohet bau, sidomos shtumi e dilja, këtu e ke plot e për plot, dhe më thonë makinat për i Tiranet, për i gjithkun, dhe më thonë frekuntohet shumë. E bicikleta, thasha dhe njëherë, vinë, sot, se më thonë, po jetë me grupe vinë. Por pse jo dhe turistët në itinerarin e tyre kanë ndalesën në Shirok, tregojnë sa bukur i duket, por edhe çmimet e lokaleve i vlerësojnë si tepër të uleta krahasuar me vendet nga vi. È la prima volta, siamo molto bello. Siamo stati a Scutari e siamo venuti a vedere il lago di Scutari. Tutto bene comunque, bellissimo. Da dove venite? Dalla Svizzera italiana. E quando volete restare qui? Solo oggi, in serata si riparte. Volete venire di nuovo forse? Chi lo sa? Perché è troppo lungo il tragitto. Tutto bello, eh? Brava, tutto bello, tutto bello. Grazie. SHKODër. Molto bene, veramente bene. E prezzo molto interessante, diciamo, molto bene. Per noi perlomeno che viviamo in Svizzera, ecco. Sì. Bene.